përfaqësues të institucioneve, ekspertë të sektorit energjetik të ftuar. Faleminderit që jeni këtu sot në këtë panel. Unë jam Ola Mitra dhe kam kënaqësinë ta moderoj. Ky do të jetë një panel që do të fokusohet në një prej temave më strategjike për të ardhmen e Shqipërisë, është tranzicioni energjetik dhe zbatimi i objektivave të strategjisë kombëtare 2030 në përputhje me marrëveshjen e gjelbër europiane dhe agjendën e gjelbër sikurse është për vendet e Ballkanit Perëndimor. Sikur se dihet, Shqipëria ka ndërmarrë hapa në zgjerimin e burimeve të rinovueshme, apo edhe me disa investime në sektorin publik dhe privat sa i takon eficiencës së energjisë, por pa diskutim që sfidat mbeten reale, si në diversifikim, stabilitetin e rrjetit financimin, apo edhe në inovacionin teknologjik. Dhe pikërisht sot do të mundohemi të japim një panoramë më të qartë ku ndodhemi, cilat janë prioritetet dhe si mund të ecim më shpejt në drejt një sistemi energjetik të qëndrueshëm, por edhe konkurrues në të njëjtën kohë. Unë kam kënaqësinë të kemi një panel të nderuar nga institucionet, por edhe nga sektori privat, por edhe nga inovacioni, por po i prezantoj sipas radhës në fakt. Është zoti Elio Vështina, drejtor departamenti i sistemit të operimit pranë operatorit të sistemit transmetimit. Faleminderit. Zoti Enea Karakaçi, administrator i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Faleminderit. Zoti Ania Hasa, drejtori i Agjencisë së Eficiencës së Energjisë. Faleminderit që jeni këtu. Zonja Kelly Klaterbach, drejtore për Shqipërinë nga kompania Voltalia, si dhe Arjan Çiftja, shkencëtar energjetik i cili do të flasë për një inovacion të jetë rëndësishëm. Do ta nis në fakt diskutimin me një panoramë të përgjithshme institucionale për të kuptuar drejtimin strategjik dhe objektivat konkrete që ka Shqipëria deri në vitin 2030 dhe do ta nis me ju zoti Karakaçi. Cilat janë disa nga objektivat referuar edhe strategjisë kombëtare të energjisë, por edhe në përputhje me marrëveshjen e gjelbër europiane edhe me agjendën e gjelbër për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ola, faleminderit. Së pari, kënaqësi që t'jem sot këtu në mëngjes në këtë panel nderuar. Ndoshta 2-3 fjalë për sa i përket objektivave të Shqipërisë 2030, por që lidhen edhe në fakt me një pjesë e madhe dhe me objektivat që kompania jonë, duke qenë se është kompania lider për sa i përket edhe shpërndarjes së energjisë elektrike dhe furnizimit të energjisë elektrike në të dyja segmentet, si në segmentin universal dhe në segmentin e liberalizuar, patjetër shumë nga elementet që përshtaten në aktivitetin tonë kanë të bëjnë dhe me objektivat e qeverisë për sa i përket Shqipërisë 2030. Të pari, një nga ato elementet kryesore që tashmë është miratuar dhe nga qeveria shqiptare për sa i përket objektivave energjetik brenda vitit 2030 është ulja e humbjeve në nivelin 10%. E krahasueshme me 2017 ku ishim në nivelin rreth 24%, niveli 10% të cilët ne kërkojmë dhe dëshirojmë që të arrijmë në vitin 2030, i cili dua ta them është krejtësisht i arritshëm dhe i menaxhueshëm, është brenda gjitha parametrave europian që kanë standardet sot me të Bashkimit Evropian. Për ta theksuar se sa në rrugë të mirë jemi dhe se sa punë shumë të mirë kanë bërë gjithë stafi dhe kompania operatorit të sistemit shpërndarjes, është fakti që ne presim që këtë vit në 2025 ta mbyllim me një nivel humbjesh 16.95%, që për sa i përket aspektit shqiptar është një nivel jashtëzakonisht shumë i lartë. Po ashtu ndër objektivat që ne kërkojmë për sa i përket 2030-s është edhe mbajtja e qëndrueshme e arktimeve në nivelin mbi 98%. Përsëri kjo është një sfidë krejtësisht e arritshme, duke marrë në konsiderat faktin që sot ne jemi në nivelin mbi 100% të arktimeve. Ndërkohë, është e rëndësishme të theksojmë që qeveria shqiptare ka ndër objektivat e saj rritjen e burimeve të rinovueshme, duke kërkuar që vendi i burimeve të rinovueshme në konsumin total të Shqipërisë të jetë mbi 50%. Përsëri edhe ky brenda vitit 2030 është krejtësisht e arritshme duke marrë në konsiderat faktin që pothuajse në këtë nivele jemi edhe sot. Element tjetër që ka një aspekt domethënës për sa i përket prioriteteve brenda vitit 2030 të sektorit të energjisë elektrike është edhe bërja operacionale totalisht dhe e plot e bursës shqiptare të energjisë elektrike. Bursa shqiptare e energjisë elektrike është një entitet që tashmë është funksional, është realitet i prekshëm. Ne sot flukset kryesore të furnizuesit dhe të prodhuesit publik
i kalojmë në bursën shqiptare të energjisë elektrike. Patjetër, objektivi kryesor që brenda 2030 është që gjithë tregu energjetik të jetë 100% i liberalizuar. A mund të arrijmë ne atë? Patjetër që po. Sot do të flasim pak më vonë për pjesën e liberalizimit, që mos i konsumojmë gjitha për tani, por s'po e konsumoj, po e lej kështu si thriller, ku jemi, ku s'jemi. Dhe patjetër, pastaj elementet kryesore që lidhen me, le të themi, Shqipërinë e 2030 është ulja e emetimeve të gazit natyror në nivelin në 11.5%. Dhe ajo çfarë gjithë ne kemi dëgjuar tashmë dhe që le të themi kemi dhe dieni edhe të plot, por edhe që unë kam patur fatin edhe të jem bashkëpunëtor në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë është rritja e kapaciteteve të gazit. Tashmë është një realitet, ajo që kemi dëgjuar gjithë kohës, le të them projekti i qeverisë shqiptare për sa i përket gazifikimit të rajonit parë të Korçës dhe pastaj në vijim. Pra këto janë disa nga elementet që tashmë qeveria shqiptare ka miratuar për sa i përket le të themi agjendës së 2030-s, ku siç unë u tentova të bëja edhe një analizë, le të themi, që gjitha janë përveç se janë standarde brenda Bashkimit Evropian, por janë edhe krejtësisht të arritshme duke marrë në konsiderat trendin e zhvillimit të Shqipërisë për momentin. Faleminderit. Ju përmendët në fakt pjesën e gazifikimit dhe gazifikimi konsiderohet si pjesë e diversifikimit, por për të folur pak më gjerësisht për pjesën e diversifikimit, sepse dihet që Shqipëria prodhon 100% nga burimet rinovueshme, por pjesën ndërmuese të kësaj energjie mbi 90% e ka nga burimet hidrike, pra nga hidrocentralet, dhe pa diskutim që këtu vihet pak në diskutim edhe siguria në periudha thatësirash, sikurse edhe e kemi parë këtë vit sidomos me një vit të thatë. Cilat janë disa nga objektivat në drejtim të diversifikimit të burimeve të rinovueshme të energjisë, pra shtimit të kapaciteteve të burimeve fotovoltaike, por pse jo edhe eolike? Shiko, duhet të kuptojmë që deri para 5 vitesh ishte pa imagjinueshme që ne të kishim një kapacitet të rëndësishëm fotovoltaik. Nëse ne shikoni, le të themi, burimet e energjisë së rinovueshme dhe burimet e, le të themi, prodhimit të energjisë në Shqipëri, do vereni që sot në Shqipëri ne kemi 10% të prodhimit ton të kemi nga fotovoltaiku, që është krejtësisht e pa imagjinueshme deri para 4-5 vitesh. Dhe patjetër si kemi arritur ne këtu që sot nga një vend që jemi 100% hidro, tashmë të kemi 10% fotovoltaik për shkak të masave shumë të agresive që ka marrë qeveria shqiptare. Dhe ju keni një nga dëshmitarët kryesor këtu që do flasi sigurisht në kohën e saj, shoqërinë Voltalia, që vjen si rrjedhojë e disa politikave le themi të qeverisë shqiptare, që ishin ankande të zhvilluara, ku kishim disa ankande jashtëzakonisht shumë të suksesshme, por që nuk ngelen vetëm në letër, se shpeshherë kemi dëgjuar dhe aspektet që projekte të tilla ngelin në letër. Sot është realitet që projekti i parë i Karavastas 140 mega është në operacion. Po ashtu projekti i dytë, me sa unë nga ndjeni i spitalës, është në ndërtim. Nuk doja prish thrillerin e Voltalias, thjesht po thoja 2-3 elemente. Dhe në këtë sens patjetër që ajo politikat e qeverisë shqiptare kanë shkuar drejt diversifikimit dhe rritjes së sigurisë kombëtare, sepse siç e thatë ju me të drejtë, ne e dimë që le të themi pasja e hidrocentraleve shumë e mirë, por je i varur gjatë gjithë kohës nga koha. Ndërkohë, shtimi i energjisë fotovoltaike kombinon në mënyrë të jashtëzakonshme energjinë hidro, sepse duhet të kuptoni që në kohën e thatësirave, që nuk ka ujë që shërben për hidrocentralet, kemi një rritje të prodhimit të hidros. Dhe në këtë drejtim pastaj vijojnë përsëri masat e marra që janë ankandet e erës, që kemi kontratat në nënshkruara dhe që në dijenin time po vijohet me marrjen e lejeve të ndërtimit dhe zhvillimit. Dhe pastaj sigurisht ajo çfarë edhe ju e theksuat që lidhet me pjesën e gazifikimit. Pse është e rëndësishme gazifikimi? Pikërisht për të patur një kapacitet base load që e quajmë ne, pra një kapacitet bazë prodhimi energjetik që është i pavarur nga qielli dhe nga Zoti, që ora shi o doli dielli. Ke një burim që është aty i vazhdueshëm gjatë gjithë kohës dhe unë mendoj që është shumë i rëndësishëm për sa i përket, le të themi, qëndrueshmërisë dhe sigurisë së furnizimit në Shqipëri.
Faleminderit zoti Karakaçi, do të them sërish tek ju pak më vonë, por pas këtij këndvështrimi institucional është me rëndësi të kuptojmë pikërisht edhe perspektivën e investitorëve. Zoti Karakaçi përmendi ankandin e zhvilluar për ndërtimin e centralit fotovoltaik të Karavastas dhe ku fitues u shpall pikërisht kompania Voltalia, që gjithashtu është duke zhvilluar edhe një projekt të dytë, gjithashtu të madh me kapacitet 100 MW në Spital, për të kuptuar më shumë se cilët janë ato po themi perspektivat, por edhe eksperiencat e investitorëve në këtë drejtim. Doja të pyesja pikërisht zotin Klatterbach, si ka qenë bashkëpunimi që nga momenti i pjesëmarrjes në ankan deri tek zhvillimi i projektit, tek vënia në funksionim dhe pastaj ku jemi edhe me projektin e dytë pikërisht atë të Spitalës. Is this better? Voltalia is a company very heavily invested in the renewable energy context here in Albania. As you mentioned, we've had a lot of success here so far. Voltalia is a global independent power producer, which is currently present in 20 countries globally. And here we've had very good success. We first entered Albania in 2018, actually, constructing some of the first 2 MW projects in the country. And then we had success in the 2020 auction with our flagship project, Karavasta, 140 megawatts. We had very good collaboration with the Ministry of Energy and Infrastructure at that time, supporting us in the delivery of this project, because whilst on paper renewable energy, or particularly solar, can seem quite simple, it's not so simple. Regulatory permitting processes, land processes take a lot of time, and we have to make sure the development is of the best quality that we can to be competitive in this market. And then again in 2021, we had success with Spitalo project, which is currently under construction. Full construction will start next year in 2026. And we hope it to be operational sometime in 2027, continuously contributing to the market. And we also have a very ambitious portfolio, a diversification of our technologies. Hopefully in wind and battery storage and all the new technologies which Albania needs to diversify its portfolio, to meet its government targets, to exceed those targets, and to ensure a steady supply of energy into the network in a profile that suits Albania's needs. These projects from 2020 to now to 2025, of course, they've taken some time. It's a long process. It's no secret we've experienced delays in executing these projects, but we work very closely with the ministry, with all the institutions. We have to very closely follow regulatory changes. We have to be very mindful that those regulation changes to law, for example, while necessary, whilst well-intentioned, whilst essential for the country, are communicated closely with private investors, that we can adapt. We need that stability to continue to develop at the pace that Albania needs. Faleminderit. Edhe një pyetje tjetër sa i takon pjesës së kontratës, sepse ka një bashkëpunim shumë interesant mes kompanisë Voltalia dhe shtetit shqiptar, ku 50% e energjisë të gjeneruar nga centrali Karavastas, por e njëjta skemë do të ndiqet edhe për Spitalën, të paktën aq sa është bërë publikisht. Si funksionon pjesa e ndarjes së prodhimit të energjisë? A ka pengesa apo gjithçka shkon sipas kontratave dhe është një bashkëpunim i mirë në këtë drejtim? Yes, everything is going as per the contract. So in Karavasta, it's true, we have 50% generation to the ministry. In Spitala, we have 70% to the ministry as part of the concession agreement, 30% private sales. And I understand that will vary from project to project as we go. We've had to go through a learning journey with the institutions. We've had to go through that journey on learning on the reporting, on the managing both our contractual obligations, but so far both operate very well in line with the agreements we have. Okej, ky është një lajm i mirë.
Dhe në fakt pikërisht falkyre investimeve, Karabastaja ishte ajo në fakt që bëri dhe ndryshimin në sistemin elektroenergjetik shqiptar me hyrje në fuqi me hyrje në prodhim të centralit Karabastas, një central i madh me 140 megawatt, por edhe një sër investimesh të tjera janë duke ju shtuar sistemit elektroenergjetik shqiptar dhe unë do të kaloja sërish tek zoti Karakaçi në këtë drejtim. Pa diskutim që suksesi varet edhe nga aftësia për të integruar këto kapacitetet e reja energjetike me rrjetin. Është një pyetje e përbashkët, qoftë për operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike, por qoftë edhe për operatorin e sistemit të transmetimit, sa i përgatitur është rrjeti për të përballuar edhe shtimin e kapaciteteve të tjera gjeneruese të energjisë, duke marrë në konsiderat se janë edhe një sër kompanish që tashmë kanë marrë lejet e tyre dhe janë duke zhvilluar projektet e tyre energjetike. Ola, faleminderit edhe një herë. Kjo është një pyetje me shumë vend dhe është një pyetje që bëhet kudo, jo vetëm në Shqipëri, sepse patjetër gjithë duan energji të rinovueshme dhe gjithë duan kapacitet të shtesë në rrjet, por pyetja numër 1 që bëhet, sa ka kapacitet rrjeti për të akomoduar. Unë kam dëshirë që të anisë ndryshë, në fakt, ideja është ajo çfarë kompania jonë ka treguar është edhe në qoftë se rrjeti nuk ka kapacitet, dëshira e njerëzve dhe teknikëve për t'i dhënë zgjidhje është aty gjithkohës. Për ta konkretizuar në një shembull banal, sot në një nga në stacionet kryesore ku po zhvillohet gjithë energjia rinovueshme në një nga rajonet kryesore, kapaciteti është i ezaruar. Por nga ana tjetër ne jemi kompani publike, operatori i sistemit shpërndarjes e di shumë mirë rolin dhe misionin që nuk është aty vetëm për të thënë që nuk ka kapacitet, por është edhe për të gjetur zgjidhje. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe janë ulur gjitha stafet e nevojshme teknikësh për të dhënë zgjidhje dhe brenda shumë pak kohësh në atë stacion, si thua, do jepet hapësira e nevojshme për të shtuar kapacitete të tjera shtesë, për të theksuar faktin që patjetër që energjia rinovueshme kërkohet shumë më tepër se sa ka kapacitet rrjeti. Por çfarë është e rëndësishme, së pari është a kanë dëshirë njerëzit që të gjejnë zgjidhje për të akomoduar këtë energji të rinovueshme, dhe ajo çfarë është e rëndësishme për kompaninë tonë është po, ne kemi dëshirë që t'i akomodojmë në rrjet. Tjetër, dhe këtë e tregojnë disa elemente. Shiko, sot po shikoja shifrat se doja të vija këtu, unë mendoja se kapaciteti vetë prodhuesve në vend ishte diku te 280-300 mega, sa aty e kisha lënë para 5 muajsh kur isha në një panel tjetër, se tani shohim kur sot ka shkuar 400 mega. Pra, kapaciteti instaluar i vetë prodhuesve ka shkuar në kapacitetin 400 mega. Janë 4.000 subjekte të cilat janë të lidhur, pra familjare apo private, të cilat janë të lidhura në rrjetin e shpërndarjes dhe i është krijuar mundësia për të lidhur. Që tregon përsëri vullnetin shumë të mirë që ka operatori i sistemit shpërndarjes për të akomoduar çdo klient që kërkon të lidhet me burime të rinovueshme fotovoltaike. A krijojnë këto probleme në rrjet? Patjetër që krijojnë probleme në rrjet. Ne e dimë që krijojnë edhe probleme me disbalancat, por krijojnë edhe, le të themi, probleme të natyrës së çundërshmërisë së rrjetit, aty ku ne, le të themi, kemi rrjet pak me të, le të themi, me pak cilësi. Megjithatë, detyra jonë, siç e thash, është ne jemi operator publik dhe detyra jonë është të zbatojmë, le të themi, masat dhe reformat që kanë ndjekur qeveria shqiptare. Diversifikimi dhe burimet të rinovueshme janë një nga shtyllat kryesore të zhvillimit të qeverisë dhe si e tillë ne do i përgjigjemi duke bërë investime dhe duke krijuar hapësirat e nevojshme në rrjet. Vlen vetëm për të theksuar që patjetër kufiri i lidhjes në kompaninë tonë, në operatorin e sistemit shpërndarjes, është projekte për projekte të vogla deri të mesme. Patjetër, halli më i madh është OST-ja, po do përgjigjet vetë OST-ja. Do na tregoj më tepër, po edhe një pyetje, jam kurioze për pjesën e vetë prodhuesve, me qenë se i përmendet, cila është tendenca, kërkesat, vazhdojnë besoj, cilat janë ato aplikimet, po themi që ende presin miratimin pranoshes. Tendenca është vetëm në rritje. Pse është në rritje? Sepse së pari që ne do flasim pak më vonë, normalisht duke qenë se një pjesë e klientëve janë liberalizuar tashmë,
Normalisht çdo klient kërkon që të uli kostot e veta të energjisë dhe skema që qeveria shqiptare ka miratuar për sa i përket vetë prodhuesve vazhdon të jetë më incentivuesja në Ballkan. Edhe prandaj shifrat që ne kemi në Shqipëri janë të tilla. Pra, siç e thash, brenda ditës sot ne kemi 400 mega kapacitet të instaluar. Dhe duke qenë se kjo incentiv dhe kjo masë mbështetëse do vazhdoj të jetë, patjetër që do ketë përsëri rritje të saj dhe ne shikojmë për ditë në kërkesa. Dhe çdo biznes, unë sugjeroj që çdo biznes që le themi ka specifiken e problematikës së çmimit apo le themi ka mundësinë për të instaluar le themi panele fotovoltaike për vetë konsum, patjetër që duhet ta shfrytëzoj masat mbështetëse që janë të miratuar tashmë dhe do gjej në kompaninë tonë patjetër një partner që ta shoqërojë gjatë rrugtimit të tij. Shumë i qartë. Zoti Voshtina, pyetjen unë e bëra, por po e risjell pa diskutim që sfidat janë shumë të mëdha për operatorin e sistemit të transmetimit dhe në fakt edhe enti regulatori i energjisë sa herë miraton projekte të reja apo jep licenca në fushën e centraleve diellore, pa diskutim jep edhe ato rekomandimet po themi për investime të nevojshme në rrjet për të akomoduar këto kapacitete. Cila është situata aktualisht dhe si po menaxhohet kjo pjesë? Ndjemi nderuar fillimisht që jam në këtë panel dhe mes shumë kolegësh nga operator të sektorit. U bë një panoramë mjaft interesante e zhvillimit të burimeve të rinovueshme, kryesisht në sistemin shpërndarës. Aktualisht sot u përmend numri 400 MW i vetë prodhuesve në sistemin shpërndarës, i cili është një numër i barabartë me ato që ne kemi sot në sistemin e transmetimit, por numrat dhe aplikimet që ne shohim çdo ditë janë shumë herë më të madhe dhe më të mëdha në sistemin e transmetimit bëhet fjalë që në numra me gigawatt dhe natyrisht është shumë e vështirë që sistemi i transmetimit të zhvillohet në një ritëm kaq të shpejtë. Gjithsesi, në vitet e fundit kemi qenë të orientuar për të zhvilluar në zonat ndryshme të sistemit për këtë qëllim, për integrimin e burimeve të rinovueshme. Mund të përmend zonën e Hoxharës, ku aty është bërë një investim dhe ndërkohë vazhdon të investohet, të planifikohet për të zgjeruar kapacitetet, për të bërë një lidhje 400 kV me në stacionin e Rashbullit, të Fierit. Gjithashtu planifikohen fuqizime mjaft të mëdha në pjesë të ndryshme të rrjetit, sepse rrjeti i transmetimit do të jetë ajo hallka ku do të ketë kapacitet për të integruar burimet e rinovueshme, do të jetë hallka e cila si sot ka të gjithë mekanizmin e balancimit të sistemit, i cili është edhe sfida më e madhe që përballen të gjithë operatorët e transmetimit, sepse sa më shumë burime të rinovueshme integrojmë sistemi bëhet më pak fleksibël, fillojnë dhe mungojnë njësitë të cilat kanë fleksibilitet për të ulur ose për të rritur në prodhimin e tyre, për të dhënë shërbime ndihmëse, për të dhënë të cilat janë mjaft rëndësishme për sigurinë e sistemit. Prandaj rritja e kapaciteteve dhe zhvillimi i instrumentave ose i teknologjive të cilat do lejojnë që sistemi të jetë fleksibël janë realisht sfidat më të mëdha ku ne jemi fokusuar. Vlen përmendet që të gjithë vendet në Ballkan janë me plane mjaft ambicioze për të zhvilluar rrjetet e transmetimit, për të zhvilluar, për të integruar nivele të mëdha të burimeve të rinovueshme, pra dhe ndërtimi i linjave të transmetimit me kapacitetet larta shumë shpejt do jetë domosdoshmëri, nuk do jetë diçka opsionale. Por përtej saj do duhet edhe pajisje inteligjente. Shohim në shumë sidomos operatorë transmetimi në Europën qendrore, të cilët vendosin pajisje mjaft shtrenjta për shembull që janë transmetorët me ndryshim këndi ose phase shifter që quhen ndryshe,
sepse e kanë të pamundur që të komandojnë ose të kontrollojnë tranzitet e energjisë ndërmjet sistemeve. Sepse bëhet fjalë që integrimet do jenë në shumë nga këto sisteme, 3 giga, 5 giga, ndërkohë disa nga sistemet e energjisë në vendet Ballkanit nuk janë sisteme kaq të mëdha. Pra, e parë në perspektivën e sistemit transmetimit, 10 vjeçari i fundit ka treguar që duhet të rimendohet e gjithë mënyra se si zhvillohet sistemi i transmetimit në raport me metodën klasike ku shihej që sistemi duhet të ishte në gjendje të furnizonte konsumatorin. A ka plane konkrete OST në këtë drejtim? Po. Plane konkrete kemi fuqizim të rrjetit 400 kV, kryesisht ndërtimin e një unaze 400 kV nga Tirana, Durrësi deri në zonën e Fierit, Hoxharës. Gjithashtu kemi një plan shumë të rëndësishëm i cili është ndërtimi një linje të re interkoneksioni me Greqinë, 400 kV, e cila është në proces studimi, fizibiliteti. Gjithashtu kemi një plan mjaft të rëndësishëm në aspektin e zhvillimit të pjesës veriut të sistemit, pra zgjerimi në stacionit Vaudeës në rrjet 400 kV. Aty planifikohet dhe të vendosen pikërisht dhe transformatorë pra me phase shift, të cilët do lejojnë që rrjeti 220 kV, i cili është një rrjet që ne kemi trashëguar dhe me kalimin e viteve është i amortizuar dhe ka nevojë që të zhvillohet më tej, por edhe të lehtësohet nga flukset e energjisë. Gjithashtu planifikohet edhe është në proces për të filluar dhe studimi i fizibilitetit dhe për zgjerimin në stacionit Fierzës në rrjet 400 kV. Pasi ajo që vjet e re është që rrjeti 400 kV, cili është një rrjet mjaft i fuqishëm, vazhdon në shumë vende të Ballkanit të mbetet jo aktiv, pra jo i ngarkuar në mënyrë optimale. Ndërkohë, rrjetat më poshtë, duke filluar nga rrjeti 110 kV, 220 kV, janë mjaft të ngarkuara si rrjeta, ku janë dhe aplikimet më të mëdha për burime për të lidhur, prandaj të gjithë operatorët janë duke parë mundësinë që ky rrjet bëhet më aktiv, më optimal. Do i bëjmë pyetje më specifike nëse keni informacion, sepse është bërë me dije që në veri të vendit, në Tropoj është duke u zhvilluar një nga projektet më të mëdhenj të centraleve eolike, do të jetë ndoshta i pari në këtë nivel zhvillimi, sepse ende sot Shqipëria nuk e ka të shfrytëzuar energjinë eolike. Aty a janë planifikuar investime specifike për të akomoduar këtë central me kapacitet mbi 600 MW që parashikohet të ndërtohet? Po, e përmenda pak më parë që një nga planet që kemi dhe jemi duke studiuar, duke analizuar, është zhvillimi në stacionit Fierzës në rrjet 400 kV. Kjo do të thotë çarja, pra bërja hyrje dalje e një linjës e interkoneksionit 400 kV që ne kemi sot me Kosovën, por edhe në koordinim me operatorin e Kosovës, identifikimi i mundësisë që të ndërtohet një linjë re 400 kV ndërmjet Fierzës dhe në stacionit Prizrenit, i cili po ashtu nga ana e Kosovës është në plan që të zhvillohet në rrjet 400 kV. Planet janë mjaft mëdha dhe mendojmë që në afat gjatë kapacitetet do jenë aty për të integruar nivele mjaft larta të burimeve të rinovueshme. Jemi në komunikim mjaft rëndësishëm me donatorë të ndryshëm, për të arritur që të financohen të gjithë këto projekte, sepse një nga problemet më të mëdha është që këto janë projekte kushtueshme. Nuk janë projekte, sidomos në nivelin e transmetimit, flitet për projekte në vlera të mëdha, por janë projekte të cilat pikërisht do lejojnë atë tranzicionin e energjisë. U zgjatëm pak, por do doja të pyesja edhe për një projekt që është bërë publik, linja nënojore e transmetimit Shqipëri-Itali. Ku jemi aktualisht me këtë projekt? Po, aktualisht është në fazë studimi, së bashku me operatorin e transmetimit Italis, Ternon,
OST-ja dhe Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës. Pra ka një grup pune i cili është në proces të analizimit të varianteve të ndryshme, dihet që ka teknologji të ndryshme se si mund zhvillohet kjo lidhje, ka teknologji me rrymë të vazhduar, me rrymë alternative, është ende në procesin e analizimit dhe identifikimit të varianteve më optimale, të cilat për të dy vendet të ketë një benefit dhe të lejoj pra integrim të lartë burimet e ndryshme. Faleminderit. Meqense jemi tek pjesa e investimeve, kërkoj ndjes panelistëve që nuk kanë folur ende, por do doja të pyesja zotin Karakaçi, se cili është plani i investimeve deri në vitin 2030 për operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Patjetër që në qofse, siç e thash, në qofse objektivat e qeverisë shqiptare janë për të ulur humbjet deri në vitin 2030 në sistemin e shpërndarjes në 10%, ne kupton që investimet duhet të vazhdojnë përsëri të larta dhe po ashtu duhet të kemi dhe një, le të themi, transformim drejt inovacionit dhe digitalizimit të kompanisë. Disa nga projektet kryesore që unë kam dëshirë të theksoj është që patjetër kemi disa projekte në pipeline që kanë mundësinë potenciale që të japin një, le të themi, transformim shoqërisë. Së pari kemi në stacionin e parë nën toksor të Qendrës. Tirana ka nevojë tashmë për një stacion të ri. Ju e keni parë bumin e ndërtimeve në Tiranë dhe si gjithmonë operatori i sistemit shpërndarjes patjetër është i detyruar të shkojë drejt zhvillimit të vendit dhe të krijojë hapësira akomoduese për lidhje të klientëve. Ky është në stacioni i parë në Shqipëri, por edhe ndër të rrallët në Europë, është nën toksor, duke qenë se është në qendër të Tiranës. Le themi patjetër ne ishim të detyruar të përgjigjemi pak edhe arkitekturës së ambientit. Ka një vlerë rreth 22 milion euro. Jemi në fazën tashmë përmbyllëse të garës dhe unë mendoj që brenda vitit 2026 ne duhet të kemi fillimin e ndërtimit, që është një element shumë i rëndësishëm për sa i përket sigurisë së furnizimit në qytetin e Tiranës. Pastaj ne kemi disa projekte tjera shumë të rëndësishme që lidhen me, le të themi, digitalizimin, siç është zhvillimi i një skada të re dhe integrimi në disa në stacioneve në skada. Pse është i rëndësishëm kjo? Pikërisht për komandimin në distancë të, le të themi, dhe shikimit të ngarkesave, jo vetëm shikimit të ngarkesave, por edhe komandimit në distancë të tyre me anë të skadës. Përsëri është një projekt që ne po e zhvillojmë me KFV dhe jemi tashmë në fazat e avancuara të, le të themi, implementimit. Kontratat janë të lidhura dhe po vijohet me implementimin. Por unë e theksoj gjithkohës që ne kemi një projekt shumë të rëndësishëm për sa i përket macave inteligjent, smart meter. Përsëri për të lidhur me atë që thotë Elio, sepse patjetër nëse çështjet e OST-s që lidhen me interkoneksione dhe kalimin e flukseve në ndërkufitare dhe patjetër që duhen pajisjet e teknologjisë së fundit për të evidentuar këto flukse, e njëjta gjë është ne ulemi një gradë më poshtë, ne jemi brenda rrjetit kombëtar dhe elementi i rëndësishëm që ne na mundëson që së pari të lokalizojmë gjitha flukset e energjisë dhe ku na humbasin flukset e energjisë, por edhe për t'i qenë më afër qytetarëve. Vendosja e macave inteligjent e bën klientin më proaktiv dhe e bën më të shikueshëm që mund të ketë mundësi të komandojë dhe të shikojë gjithë konsumin e tij dhe ku ai po ka, le të themi, konsumim të lartë, është projekti i macave dhe prandaj ky projekt merr një rëndësi shumë të madhe. Ky është një projekt që ne po e ndjekim me Agjencinë Franceze të Zhvillimit. Përmban vendosjen e rreth 350 macave inteligjent në gjithë Shqipërinë dhe patjetër është një gur shumë i rëndësishëm themeli sepse ne kemi sot maca inteligjent të cilët kryesisht i vendosim në subjektet e bizneseve të mëdha, por nuk kemi mundësinë që të shkojmë në një penetrim kaq të madh. Në këtë kontekst, ky projekt merr një rëndësi të jashtëzakonshme. Dhe po ashtu ky projekt ja tashohet edhe zgjidhjeve softwareike që lidhen me leximin e macave online dhe gjitha elementet e tjera. Pastaj projekte tjera me rëndësi për gjithë kompaninë ka dhe që për sa i përket zgjerimit të rrjetit, por edhe çfarë shumë e rëndësishme dhe investime në, le të themi, në tension të ulët që edhe zonat rurale apo zonat që janë më problematike të kenë
mundësi pasi se një cilësie më të lartë, le të themi, furnizimi. Por siç e thash, digitalizimi dhe inovacioni duhet të jenë dy shtyllat kryesore që na bëjnë neve të shkojmë, le të themi, në një periudhë afat mesme me objektiva të qarta. Dhe unë dalem pikërisht tek inovacioni dhe do të kaloj tek zoti Çiftja dhe thrillerin e liberalizimit do ta mbaj ende edhe pak. Pikërisht përmendëm investimet në rrjet dhe inovacionin dhe ju jeni një prej shkencëtarëve energjetik që vini edhe me rrjesi shumë të rëndësishme. Është kënaqësi për ne që një shqiptar të prezantoj sot një prej shpikjeve, nëse besoj mund ta konsiderojmë kështu, në drejtim të fotovoltaikëve dhe eficiencës së tyre në prodhim. Po, faleminderit. Është shumë kënaqësi që jam këtu. Falenderoj organizatorët e ekspozitës. Në fakt, shumica e njerëzve nuk e dinë që historia e paneleve diellore filloi në Norvegji. Dhe kompania e parë ka qenë REC, Renewable Energy Corporation. Dhe unë pata fatin të jem në vend në Durrës, ku në Durrë. Dhe fokusin atë ka qenë për ulën e kostës silicit solar. Panelet diellore bëhen me silic, që në anglisht themi silicon dhe njerëzit gatrojnë me silikonet, nuk është silikonet silic. Alright. Dhe çmimi është jashtëzakonisht i lartë sepse silici përdoret për çipet elektronik dhe industria e paneleve diellore merr të jetën lëndë parë si industria elektronike. Dhe gjithë ideja, gjithë fokusi ishte si ta ulim kostën. Panelet diellore që vetëm me teknologji ka shpik njeriu që bën një dekade i ul kostën me 90%. Dhe kur dëgjova një që tha që para 4 vitesh ishte pamundur për panelet diellore, ka qenë pamundur sepse kosti ka qenë e lartë. Dhe zhvillimet teknologjike në këtë fushë bën të mundur që sa që dyfishohet kapaciteti, kosta e paneleve diellore bie me 24, 25, 26%. Tani, ajo që duhet dinë njerëzit për kuriozitet është që shkenca filloi në Evropë. Zhvillimi i teknologjisë ishte në Evropë, ishte para Norvegjia, pastaj Gjermania, Franca, Italia, gjithë vendet më radh, Amerika, Japonia dhe Korea. Por shteti kineze pas si strategji të vetën. Meqenëse se Kina s'ka as naftë, as gas, mendoj që energjia diellore ishte strategjike për vendet. Dhe kompanitë që të financuara nga shteti kinez për 3 vite më radh, në kulmin e teknologjisë, mbajtën kostat e vafrave të silicit me të cilat bëhen panelet diellore nën vlerën e real të tregit. Bën që edhe kjo bëri të mundur që shumica e kompanive evropiane falimentojnë tash. Sot është situata që pothuajse 95% e gjithë silicit, gjithë panelet diellore vijnë nga Kina. Kjo pa të ditë mirë, sepse sigurisht uli kostën më dramatike, dhe është fakti që sot kemi energjinë diellore kudo. Se mos përshikime të qeverisë gjermane, vitin 2100, 2/3 e energjisë të botës do vinë nga energjia diellore. Por rritja e temperaturave të globit është e tillë që nuk kemi kohë për këtë punë. Në vitin 2030 mendohet që 1/3 e energjisë botërore të vijë nga energjia diellore. Në vitin 2040 mund të shkojë 2/3 mund të shkojë e prodhimit të përgjithshëm nga energjia diellore. Tani ajo që unë jam këtu edhe do të them është që ne kemi kryer një startup në Norvegji, e cila kemi kryer disa materiale të reja që bëjnë procesin e kristaleve të silicit, të cilët më vonë bëhen panele diellore, të bën shumë efektiv. Dhe këto materiale janë të domosdoshme për mbarvajtjen për prodhimin e silicit solar. Dhe ajo që të doja unë, qëllimi im, dëshira ime ishte që një teknologji që e kanë shpik rastet solli shqiptarët, ishte mundur të implementojnë në Shqipëri. Sepse vendet e zhvilluara janë gjithmonë vende që kanë teknologji. Nuk janë vende që fokusohen ke pjesa e shërbimit, ke turizmi etj etj më radh. Dhe vendi ynë do ishte mirë të kishte pas paktën një industri të vogël. Atëherë po e vazhdoj pyetjen, sepse ju e thatë, por ka një hendek midis kërkimit shkencor dhe industrisë energjetike në këtë drejtim? Po. Cila është qasja? Atëherë, problemi me panelet diellore që diell kemi vetëm orë caktuara. Dhe
Po Shqipëria ka një avantazh të zakonshëm fakt. Po të marrim meqenëse folim për instalimin e paneleve diellore. Çdo shtet mund të blej panele diellore në Kinë, janë shumë të lira, do bën edhe më të lira, shumë më të lira dhe mund të instalojë. Problemi është gjithmonë kur krijon energji, ku do ta çosh? Energjia nuk rritet aty, do të konsumohet, do të shkojë diku. Dhe ajo që është problemi i madh është ruajtja e energjisë, storage, do të thonë bateritë. Bateritë janë jashtëzakonisht kushtueshme. Po Shqipëria dhe Norvegjia kanë një avantazh që vendet e tjera nuk kanë. Italia, Franca, Gjermania tjerë nuk kanë. Dhe ajo që kemi ne është sepse edhe Norvegjia dhe Shqipëria kemi energji ujore, hidroenergji. Kjo thotë, ne mund të bëjmë një kombinim shumë interesant. Të përdorim diellin kur ka diell, dhe ndërkohë të përdorim hidrocentrale si aerostat. Ti fikim gjatë ditës dhe ti ndezin gradualisht në kohë që ikën të dielli. Vetëm ne mund ta bëjmë këtë. Ne dhe Norvegjisë. Kjo do jep një avantazh të jashtëzakonshëm pasaj nga ulja e kostos së energjisë elektrike. Sepse në fakt kur vjen puna për industrinë, teknologjia ka tendencë gjithmonë rritet eksponencialisht, shpikin shkencëtarët dhe inxhinierët, po ndërkohë vjen edhe maturohet, stabilizohet. Kur stabilizohet, kinezët e gjejnë në mënyrë rrugën për ta absorbuar këtë teknologji, për ta përvetësuar këtë teknologji. Qoftë duke ble patenta, qoftë duke i marrë borxh pa leje. Ideja është pika mbështetjes Kinës për industrializimin e vet është kosto e energjisë elektrike, sepse industria është konsumator i jashtëzakonshëm i energjisë elektrike. Kosto kryesor të energjisë elektrike. Ne kemi akoma industrinë në Norvegji, vetëm sepse energjia është gjitha me hidroenergji, pra gjitha me lumen, dhe ka çmime më të lirë të mundshëm në Evropë. Tani që ndodhi lufta e Ukrainës, Norvegjia liberalizoi tregun, fillon duke shitë energji Gjermanisë dhe Anglisë sepse duhej. 3 kompani norvegjeze falimentuan direkt. Pra, duhet kemi parasysh që energjia është jashtëzakonisht e rëndësishme, është gjë më e rëndësishme. Përmendet depozitimin e energjisë dhe është vërtet një teknologji e re dhe në Shqipëri janë duke u hedhur disa hapa fillestar, janë disa bashkëpunime që po bëhen me BERSH për të dhënë asistencën në këtë drejtim, për të ndoshta edhe në drejtim të legjislacionit, sepse ende ne nuk e kemi të sankcionuar me ligj apo të rregulluar me ligj pjesën e depozitimit të energjisë, po në këndvështrimin tuaj meqense jemi në këto hapa, cilat janë ato masat që duhet të ndërmeren për ta çuar këtë proces dhe për ta finalizuar me sukses? Ky është proces shumë i rëndësishëm, do që do organizimin e shumë aktorëve, do të shtetit, do të teknologjisë, do të kompanitë, sepse është jashtëzakonisht edhe shumë e vështirë, shumë sfidues. Do një mobilizim faktikisht të shkencës edhe të industrisë edhe të qeverisë për të kryer fonde për këtë fushë. Sepse linjat e kontinencionit vetëm thjesht mund të shpërndajnë energji nga njëri vend ke tjetri, kur dikush prodhon më shumë edhe shpërndan, po nuk rrugë e energjisë është i hallë që nuk e kemi zgjidhur akoma, realisht. Shumë qartë, faleminderit. Dhe për ta mbyllur këtë rreth tematik, pa diskutim që nuk mund të lëmë jashtë eficiencën energjetike. Personalisht e konsideroj jashtëzakonisht shumë të rëndësishme për potencialin që ajo ka, por edhe duke e parë në drejtim të marrëveshjes së gjelbër europiane dhe reduktimit të emetimeve të dioksidit të karbonit, sidomos në ndërtesa, sepse ka vlerësime që tregojnë se si rritja e eficiencës energjetike redukton konsumin dhe pa diskutim edhe emetimet e gazeve serë në atmosferë. Dhe pikërisht do ju pyes zoti Hasa, cilat janë disa nga hapat që po ndërmerr Agjencia e Eficiencës së Energjisë në drejtim të eficiencës energjetike në ndërtesa, por edhe në industri. Faleminderit Ola, faleminderit për ftesën, është kënaqësia ime që të jem këtu në këtë panel me këta kolegë. Një gjë e çuditshme se në çdo diskutim që u bë qoftë nga Enea apo dhe nga folësit e tjerë, aty është diskutuar qoftë edhe pa u thënë dhe eficiencë e energjisë. Edhe tek pjesa e investimeve të reja që do bëj SHE për pjesën e macve, që do bëj AFD mos u gabofsha, edhe për ne është shumë mirë, si EPSI, le themi nëse po themi për ne si agjenci për eficiencë e energjisë. Në rast se njerëzit kanë një informacion për konsumin e tyre, kjo do të sillte një reduktim ose një ulje të konsumit, cila për ne është shumë mirë.
bie pa konflikt interesi ndoshta me USHE-n, sepse që mirë, është të mos ulim konsumin dhe të ulim edhe Jo, mirëqenien. standardet e ETS, Flasim absolutisht. për Thjesht konsumin e panevojshëm. eficiencë energjie që garanton Një edhe pjesë e madhe, standardet. një pjesë e madhe e njerëzve ose një pjesë e madhe e konsumatorëve kanë raste që e përdorin dhe energjinë pa e vendosur re ose pa e vënë re. Kështu që kjo pjesë ul energjinë e panevojshme, të cilat nuk ose i ul standardet e ETS-s. Ne si Agjenci për Eficiencën e Energjisë, le të themi 5 vitet e fundit, kemi qenë kryesisht të fokusuar tek pjesa themelimit dhe forcimi i bazës ligjore. Në 5 vitet e ardhshme shpresojmë dhe gjithashtu kemi marrë ose kemi ndërmarrë masa të vogla ose projekte pilote të vogla, kryesisht në rrethe, qoftë në ndërtesat publike apo deri në rinovimin e stokut ndërtesave rezidenciale, të cilat mund të themi kanë pasur goxha impakt në komunitet, ku ne kemi investuar, por gjithashtu edhe impakt në uljen e konsumit. Gjithashtu në bashkëveprime se ndërveprime dhe me institucione të tjera, qoftë dhe OSHE-n apo Fondi Shqiptar të Zhvillimit, i cili e ka ndërmarrë të nisën në një le të themi shkallë më të madhe se sa Agjencia për Eficiencën e Energjisë, dhe ne kemi bërë atë pjesën tonë. Është e mirë absolutisht që po, ul konsumin, por gjithashtu i krijon dhe një rritje të standardit ETS-s qytetarit, sepse rritet vlera e tij e pasurisë. Duke marrë edhe raste që ne kemi pasur ose në inspektimet e fundit që kemi bërë në terren, të gjithë janë të kënaqur. Vlera e pronës është rritur, standardi i ETS-s është rritur, por gjithashtu dhe kjo i ka bërë mirë, le të themi, shtetit në përgjithësi ose qeverisë në përgjithësi. Kështu që kemi ndërmarrë masa, vazhdojmë ndërmarrim masa, kryesisht fokusuar momentalisht, qoftë edhe duke fokusuar te strategjia kombëtare tek rinovimi i stokut ndërtesave rezidenciale, pra ndërtesave që banojnë qytetarët, por gjithashtu edhe jemi fokusuar edhe tek rinovimi i stokut ndërtesave publike. Dhe kjo ka përqen dhe një nga target ose një nga qëllimet që do kemi edhe në të ardhmen. Në fakt, aktualisht është duke u diskutuar apo u konsultuar me publikun plani i rinovimit të ndërtesave dhe një nga objektivat madhore është pikërisht ofrimi i ndërtesave të dekarbonizuar, pra me zero konsum energjie. Ose sa më pranë zero. Sa më pranë zeros. Ajo që binte në sy në draft planin ishte kostoja e lartë që kërkohet qoftë për rinovimin e godinave publike, por edhe private. Por të ndalemi pak tek publike, sepse edhe Bashkimi Evropian aty e vëtheksin, aty duhet të jetë edhe modeli pastaj për qytetarët. Si parashikohet të sigurohen këto financime? Strategjia pa diskutim është e shtrirë ndër vite, deri në vitin 2050, por të paktën për 3 vjeçarin, 2025-2027, kostot për llogariten në mbi 100 milion euro për godinat publike, janë 980 godina që parashikohet të rinovohen. Pakën duke u fokusuar edhe te performanca ose tek performanca minimale të cilat të gjithë ndërtesat duhet të kenë. Në momentin që ti merr një leje ndërtimi sot e ketë pamundur që të ndërtosh pa pasur, le të themi, eficiencën e energjisë, pothuajse në të gjithë ndërtesën tënde, kështu që në të ardhmen kjo është një gjë që është e zgjidhur. Por po flasim për stokun që kemi momentalisht. Ne jemi duke bashkëpunuar gjithashtu edhe me fondet IPA, Bashkimit Evropian, dhe besoj se shpejti mund të fillojë edhe zbatimi i projektit ose implementimi i projektit kryesisht fokusuar te stoku tek stoku i banesave rezidenciale, të cilat do të përfitojnë një numër i madh qytetarë. Gjithashtu jemi duke bashkëpunuar dhe me qeverinë, por gjithashtu dhe me njësitë vendore për të le të themi gjetur ose për të source ndërtesat publike që ata kanë në zonat e tyre, në mënyrë që të fillojmë të krijojmë një plan pune për të bërë dhe rinovimin e këtyre stoqeve ndërtesave publike, që është në një masë mos u ka bofsh rreth 2 deri në 3%, pothuajse çdo vit që duhet të 2% në nivel vendor dhe 3% në nivel qendror. Po. Pra jeni duke siguruar financimin. Po. Edhe një program i rëndësishëm që ka zbatuar Agjencia e Eficiencës së Energjisë ka qenë ngrohja panelet për ngrohjen e ujit. Janë zbatuar 2 programe të mëparshme me nga 2000 përfitues, mos gaboj, cilat janë planet, a do të ketë thirrje të tjera, do të rizbatohet ky program në të ardhmen? Unë mendoj që absolutisht që do të ketë thirrje të tjera dhe është një nga projektet që ne jemi më së krenar, qoftë në thirrjen e parë dhe në thirrjen e dytë u ezauruan në mënyrë shumë të shpejtë, ka qenë gjithçka transparente për publikun që mund të aplikonte kushdo. Dhe të them të drejtën, kemi pasur një feedback jashtëzakonisht pozitiv. Dhe për këtë arsye, absolutisht që mendojmë që ta vazhdojmë edhe në vitet në vijim, qoftë edhe në vitin 2026. Shumë faleminderit. Dhe tani erdhi fundi, pyetja finale, sepse jemi dhe në minutat e fundit. Një hap
i rëndësishëm në drejtim të sektorit elektroenergjetik është pikërisht liberalizimi i tregut të energjisë. Kemi parë në vitet e kaluar që hap pas hapi një sër biznesesh të lidhur në tensionin 35, 20 dhe 10 kV janë shkëputur, të paktën nga FSHU. Si parashikohet të vazhdoj ky proces nga janari 2026, por edhe një pyetje shtesë në drejtim të familjarëve. Kur do ta kemi këtë treg të liberalizuar 100%? Po, unë do kisha sugjeruar ta shtynim për vitin tjetër, ta mbanim Panairin e vitit që vjen. Ta mbanim thriller. Shiko, liberalizimi, në fakt me shumë kënaqësi, me 1 janar 2026 ne njoftojmë mbylljen e ciklit të daljes në treg të lirë të tensionit mesëm. Siç ju e referuat me të drejtë, ne bëmë, qeveria shqiptare bëri një veprim shumë të matër, si ju e keni parë në për shtete tjera, siç mund të jetë shteti fqinj i Kosovës, kur bëhet liberalizimi me njëhershëm që ka një, le të themi, problematikë sociale dhe ekonomike, dhe kur bëhet e pamenduar, unë mendoj dhe gjykoj dhe duke qenë se le themi efektet nuk kanë qenë të ndjeshme. Vlerësimi i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë ka qenë shumë i drejtë për bërjen e një liberalizimi gradual, dhe duhet të theksojmë që me 1 janar 2024 ne nxorëm rreth 2000 klientë të lidhur në tension 20 kV. Rreth 2000 klientë të tjerë u dolën në 1 janar 2025, pra ajo është para ju thatë, pra u bëmë shkputjen nga klient universal në klient të tregut lirë. Dhe tashmë kemi fazën fundore të daljes në treg të lirë të tensionit mesëm, që është klientët e lidhur në 6 kV. Që nga data 1 janar 2026 do jenë klientë të liberalizuar automatikisht. Tashmë gjitha kompanitë e grupit OSHE kanë bërë njoftimet përkatëse të këto klientë. Operatori i sistemit shpërndarjes ka njoftuar klientët për nivelin e tensionit dhe nevojën e daljes dhe zgjedhjes së një furnizuesi, dhe furnizuesi i shërbimit universal ka njoftuar këto klientë që tashmë i mbaron kontrata, dhe furnizuesi i tregut lirë i ka njoftuar këto klientë që nëse duan mund të vinë të furnizohen përsëri nga le të themi shoqëria furnizuesi i tregut lirë, që është pjesë e grupit OSHE. Tregu i lirë është shumë interesant në fakt, sepse patjetër, siç e thash, tashmë shiko, kompania jonë është një kompani që është e ndërtuar në baza monopolistike. Dhe sepse operatori i sistemit shpërndarjes është monopol natyror, është i vetmi që ka linja të shpërndarjes, dhe furnizuesi i shërbimit universal në segmentin e vet është një kompani monopol. Dhe patjetër për ne është pak e dhimbshme që t'i themi klientëve duhet të dalësh në tregun e lirë, po prandaj dhe kemi krijuar mekanizmat e nevojshme brenda grupit që të vazhdojmë të furnizojmë këto klientë aty ku ato kanë dëshirë. Dhe unë me shumë kënaqësi theksoj faktin që rreth 75% e segmentit të tregut të lirë vazhdon përsëri të jetë e dominuar nga furnizuesi i tregut lirë, pra nga grupi OSHE. Por po ashtu është një lajm shumë i rëndësishëm, se tashmë sigurisht ne jemi ekspertë e energjisë dhe kemi dëshirë që tregu të jetë funksional dhe sa më konkurrues. Dhe është një lajm shumë i mirë që rreth 25% e klientëve ose jo klientëve, kapacitetit të tregut lirë furnizohet nga furnizues privat, që ne kupton që edhe ky segment tashmë po merr zhvillimin dhe hovin e rëndësishëm. Patjetër që ne kemi kemi marrë një vendim të drejtë që ne ofrojmë një çmim vjetor. Dhe çmimi vjetor patjetër i krijon një stabilitet klientëve, pra sidomos klientëve që janë të industrive të caktuara që duan që të përllogarisin koston e tyre energjetike. Pra i ofrojmë një le të themi çmim unik vjetor, por po ashtu ne kemi tentuar që të jemi jo bllokues. Kushdo furnizues apo klient që ka kërkuar të tërheq një klient nga që ju furnizohet nga furnizuesi i tregut lirë, ne patjetër i kemi krijuar kushtet e menjëhershme, si nga pikpamja e operatorit të sistemit shpërndarjes që bën ndarjen dhe vendosjen e matësit përkatës, por edhe nga ana e furnizuesit të tregut lirë që e ka krijuar. Sepse siç e thash, duke qenë se ne jemi pjesë integrale e sektorit energjetik dhe gjitha kompanitë e grupit tonë janë pjesë integrale e këtij sektori, patjetër për ne është e rëndësishme që sektori të funksionojë dhe masat që ka marrë qeveria shqiptare duke përfshirë dhe liberalizimin të jenë sa më funksionale. Fakti që
sot ne kemi një treg funksional ku sektori privat vetëm po vjen e rritet dhe ka, siç e thash, furnizon rreth 25% të tregut privat, është një masë dhe mendoj që është një veprim që le të themi shumë i mirë. Shumë faleminderit. Në fakt kemi në minutat e fundit, por nëse ka pyetje nga audienca pa diskutim që mund të kemi kohë për 1 ose 2 pyetje. Okej, kemi konsumuar të gjitha, nuk kemi lënë asgjë të paplotësuar. Mirë, atëherë shumë faleminderit gjithë panelistëve për gjithë kontributin dhe për gjithë perspektivat, shumë të vlefshme pa diskutim. Diskutimi sot tregoi qartë se tranzicioni energjetik nuk është vetëm çështje investimesh, por një bashkëveprim mes strategjisë, teknologjisë, inovacionit, infrastrukturës dhe eficiencës së energjisë. Shqipëria ka potencial të jashtëzakonshëm në energjinë e pastër, por rruga drejt vitit 2030 kërkon koordinim të fortë, stabilitet rregullator dhe vendimarrje të shpejtë. Ndaj, më mbetet vetëm të falenderoj të gjithë pranishmit dhe organizatorët për këtë panel dhe shpresoj që të ketë dhënë një vizion të qartë për sfidat dhe mundësitë që kemi përpara. Unë ju uroj një ditë të mbarë dhe ju ftoj të vazhdojmë bisedën edhe qoftë duke vizituar stendat e Panairit. Shumë faleminderit.